Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Roeli përjeton të njëjtin fat, detaji i rinqethës pas vdekjes së Shpat Kasapit, historia përsëritet. Ndarja e parakohshme nga jeta e Shpat Kasapit ka zbuluar një detaj rënqethës mbi historinë e familjes së tij, duke treguar se fati tragjik fatkeqësisht është përsëritur pas dekadash. Në një lidhje direkte, gazetari nga Maqedonia e Veriut, Tirona Lili, ka ndarë detaje mbi humbjen e artistit, por është ndalur te një fakt që të këput shpirtin. Ai zbuloi se Shpati, i cili u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare, kishte pasur të njëjtin fat si djali i tij i vogël Roeli. Shpati, nuk e di nëse e dini, ka një histori të ngjashme në jetën e tij. Ai ka humbur babain e tij në moshë shumë të vogël, domethënë është rritur pa baba, është rritur në krahët e nënës dhe njësoj Roeli, djali i tij, sikur duket ka përjetuar të njëjtin fat si i ati. Gazetari konfirmoi gjithashtu se Shpati ndroi jetë nga një atak kardiak në Itali, ku ndodhej atje bashkë me ish bashkëshorten Selvia. Ai shtoi se artisti nuk kishte shfaqur probleme shëndetësore më parë, duke qenë gjithmonë pozitiv dhe energjik. Një tjetër moment prekës që u zbulua ishte ai i këngës së Lam të Mirës. Alili tregoi se Shpati kishte regjistruar së fundmi një këngë për vitin e ri me Big Mamën, një projekt që tashmë duket si një parandjenjë dhe dhuratë e fundit për publikun me titullin Lam të Mirë.